Mergja i fes, indjeri Ajatollahu i Madh Es Said Yusuf El Medeni et Tebrizi. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Islami nuk e lejon ofendimin dhe përçmimin e besimeve, të cilat do feje qofshin, sidomos të medhebeve islame. Çdo vepër që çon në krijimin e mosmarrveshjeve dhe të konflikteve mes ummetit islam dhe i shkakton dëme materiale muslimanëve, është ndaluar, haram dhe në kundërshtim me shariatin, legjislacionin. Operacionet vetvrasëse që kryen ndaj muslimanëve në vende të ndryshme të botës lëndojnë zemrën e sjellësit të shariatit dhe zemrën e çdo njeriu të lirë. Ato nuk janë në përputhje me të vërtetën e fesë islame, e cila është fe e butësisë dhe e mëshirës. Këto veprime vetvrasëse kamikaze njollosin pamjen dhe fytyrën e islamit në botë. E lusim Allahun e madhëruar që t'i ruaj dhe t'i mbrojë muslimanët nga e keqja e të padrejtëve dhe e shkatrimtarëve.